Unë jam Migena Gorenca, gazetare, kryeredaktore e servisit të dytë pranë televizionit publik. Integriteti është ajo cilësi për të qenë njeri i ndershëm, të dish të përballosh çdo presion, pa hequr dorë nga ajo për të cilën ti mendon se është gjëja e duhur për t'u bërë, pra të mos devijosh ndoshta për asnjë arsye nga principet e tua. Jo plotësisht. Kam përshtypjen të bazuar edhe në përvojë që shumica e institucioneve janë transparente vetëm për informacione të cilat ato mendojnë se ju bëjnë mirë imazhit të tyre. E nëse u bën ndonjë pyetje të nxehtë që e rrezikojnë imazhin për cilin ato mendojnë që duhet të dalin para publikut, përgjigjet merren me vështirësi ose thjesht nuk kanë komente. Nuk është gjithmonë e lehtë. Informacionet e tilla merren përmes faqeve zyrtare të institucioneve, përmes personave zyrtar ose përmes personave të tyre të kontaktit. Këto faqe nuk updatohen mjaftueshëm. Këto e tregojnë edhe raportet zyrtare. Kur bëhet fjalë edhe për updatimin e këtyre faqeve në gjuhën shqipe, shumë institucione ende nuk kanë filluar me implementimin e tërësishëm të ligjit të gjuhëve, që do të thotë se informacionet në gjuhën shqipe në rrugë zyrtare është më vështirë t'i marrë se ato në gjuhët e tjera. Është këmbulja e gazetarëve për t'i marrë këto informacione që ndoshta edhe ndonjëherë mund t'ju duken zyrtarëve shumë arrogant, por për të dalë te ajo që duam në fund për të marrë përgjigjen e vërtetë për cilën e meriton publiku. Edhe kjo varion nga një institucion në tjetrin, por edhe nga natyra e informacionit. Gjykatat për shembull kanë qenë një kohë gjatë të hermetizuara për dhënien e informacionesh. Shumë institucione ndojnë përgjigjet e tyre, sidomos kur këto informacione janë me shkrim, duke menduar se kjo vonesë do të bëjë që të dalë një lajm tjetër që do e bëj lajmin për ta më pak të rëndësishëm. Ka gjithsesi institucione që janë shumë korrekte, por unë mendoj që jemi ende shumë larg ideales së institucioneve publike që nuk fshehin asgjë nga publiku. Zgjidh rrugën e drejtë, zgjidh integritetin.